Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar pak për Selin Bollati dhe DJ Gimbo. Në fakt, çfarë po ndodh tashmë me jetën e tyre pas përfundimit të Big Brotherit? Kam shumë mesazhe që po më vinë në për inboxet e mi, si në Instagram, ashtu edhe në TikTok, ku shqiptarët, fansat e tyre, janë të gjithë të etur për të ditur ngjarjet më të fundit, lajmet më të fundit rreth këtij çifti. Ju e dini shumë bukur që Selina së fundmi ka qenë në vizitë tek familja e DJ Gimbos, që u prit me shumë dashuri, u prit me një ngrohtësi ashtu siç di ta dhuroj vetëm nëna shqiptare ngrohtësinë. E pash një Selin që mori atë respektin, mori atë nderin, atë vlerën të një nuseje ashtu siç duhet të dhënë nuses, dhe mendoj që nëna e Gimbos u tregua shembulli më i bukur i gruas shqiptare se si duhet respektuar niveli i një femrës. Selinën e pash shumë të lumtur, e pash shumë të kënaqur, e pash shumë të ndërtuar, por njëkohësisht edhe një rrugtim i bukur që Selin kaloi në Kosovë. Tani, së fundmi është shfaqur një video në rrjetin social TikTok, ku Selina duket që po vozit një Range Rover në natën kur së bashku me Shëndritin kanë qenë në koncertin e Fifit. Do me thënë, makina e cila të cilën Selina ka përzgjedhur në fakt për të shkuar në këtë koncertin ka qenë një Range Rover, gjë e cila publikun apo antifansat të Selinës, të cilët e urrejnë e kanë inat, nuk e pranojnë dot suksesin e një vajze 23 vjeçare që bëri për vete një audiencë të tërë, kanë filluar që të shkruajnë në rrjetet sociale duke asocuar që Selina nuk e ka mbajtur premtimin e dhënë, do me thënë fjalën që tha se unë gjysmat e lekëve apo një shumë të konsiderueshme do ta çoj për ndihmë, thonë që nuk e ka mbajtur. Nga informacioni që kam unë, Selina gjatë vizitës në Kosovë, në Prishtinë, ka vizituar edhe një shoqat për jetimët, për të ndihmuar dhe për të kontribuar në këtë shoqatën. Në këtë vizitë ka qenë Selina dhe DJ Gimbo, e cila është njoftuar me këtë shoqat, do me thënë është njoftuar me këto fëmijë, dhe me aq sa mundet Selina do të kontriboj nga paratë e saj, por edhe nga bashkëpunimet që Selina bën. Do me thënë, të gjitha ato njerëz të cilët mendojnë që Selina e ka thënë këtë fjalën dhe nuk e mban këtë fjalën, kanë qarkulluar ditë me radhë fotografi ku Selina dhe DJ Gimbo kanë qenë pjesë e kësaj shoqate. Selina gjithashtu e ka postuar dhe në Instagramin e saj, ku është falenderuar dhe ku është mirënjohëse që po nisi një rrugtim për bamirësi së bashku. Unë mendoj që Selina bamirësinë e ka në shpirt, e ndjen këtë gjën dhe e bën me krenarin më të madhe. Dhe në qoftë se Selin ka vozitur një Range Rover të bardhë, nuk do të thotë që Range Roveri mund të jetë i saj. Selina është një personazh tashmë i njohur, ku kompani të ndryshme, qoftë edhe të makinave, kanë në interesin e tyre për të reklamuar makinat e tyre dhe mund ta përdorin figurën e Selin si një prej vajzave që do të reklamonte këto makina.